Ne gjykojmë njerëzit për gjëra të vogla që ata kanë dhe që na acarojnë, kur vetë ne kemi probleme shumë më të mëdha. Por nëse djalli na mban të zënë duke parë se çfarë nuk shkon me të tjerët, do të jemi të verbër ndaj problemeve tona. Ne duhet të fillojmë duke e ditur se mendja është një fushë betejë. Duhet ta ruani zemrën tuaj me shumë kujdes sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Kushtojini vëmendje asaj që po mendoni kur jepni makinës, sepse kur nuk i kushtoni, pa e kuptuar as pak do t'jeni duke menduar gjithë të gjëra të këqija për dikë, dhe se si ky person ju bën të çmendeni. Ose kur ju nuk mund të keni atë gjë, por vazhdoni dhe mendoni për atë gjë dhe meditoni mbi të, ju duhet të thoni jo. Kjo është një fjalë e mirë për ta thënë me zë të lartë. Jo. Unë do të mendoj për diçka nga e cila përfitoj, jo për diçka që do të më shqetësojë e zemroj. Amen. Gjëja e parë për të cilën do të flasim, 7 mënyra se si djalli na sulmon, dhe unë shpresoj t'i mbaroj të gjitha. 7 mënyra se si djalli sulmon. Djalli dëshiron të gjejë vetëm gabime. Sepse nëse ne e mbaj mendjen, ose nëse ai e mban mendjen tonë tek të gjitha gabimet e gjithë të tjerëve, ne kur do të shohim tonat. Dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë për gabimet e dikujt, por mund të bëjmë diçka për gabimet tona nëse do të punojmë me Perëndin. Djalli do që ne të gjejmë vetëm gabime duke u përqendruar te gabimet e të tjerëve e duke qenë të verbër ndaj gabimeve tona. Kur një besimtar nuk sheh asgjë që nuk shkon tek vetja dhe shumë gjëra që nuk shkojnë tek të tjerët, atëherë djalli ka fituar. Dhe e gjithë media sociale, ju lutem, mos shkruani në median sociale e tu tregoni miqve tuaj për atë që dikush tjetër ka bërë. Kur ajo që po bëni është se përhapni thashe theme që as nuk e dini nëse janë të vërteta. Edhe po të jenë të vërteta, sipas Biblës, ju nuk duhet t'i përhapni ato. Jam e kënaqur që po duar trokisni se dua që ta kuptoni këtë. Si fëmijë të Perëndis, mos e bëni këtë gjë dhe mos përhapni thashe theme dhe fjalë gjithandej. Shumicën e kohës kur njerëzit janë duke folur për dikë tjetër, ata nuk e kanë fare idenë se për çfarë po flasin. Ne kemi vetëm një shpresë në ditët që po jetojmë. Do të më dëgjoni të flas për këtë sot, por unë do të flas për të edhe në takime të tjera. Ne kemi vetëm një shpresë për të dalë nga rëmuja ku jemi, dhe kjo është dashuria. Mesazhi kryesor në Bibël është se Perëndia ju do ju. Dhe ai dëshiron që ju të doni të tjerët, përfshirë këtu edhe veten. Ky është ligji mbretëror i lirisë sipas asaj që thot apostulli Jakob. Dhe nëse ne e bëjmë këtë gjë, ne përmbushim gjithë ligjin dhe gjithë profetët. Kështu, nëse ju i doni njerëzit, ju nuk do t'i gjykoni ata, nuk do të bëni thashe theme për ta, nuk do të tregoni sekretet e tyre. Sepse dashuria na ndalon t'i bëjmë të gjitha këto. Kështu, sa herë që ne i bëjmë këto gjëra, ne nuk po ecim në dashuri. Dhe ka shumë shkrime të mira për ta mbështetur çështjen e të mos gjykuarit. Unë do t'ju lexoj një shkrim që e njihni të gjithë, Mateu 7, 1-5. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni, dhe me masën me të cilën ju masni do t'ju masin të tjerët. Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd?
Më pëlqen ai përkthim që thot shtyllën e telefonit në syrin tënd. Nëse do të besojmë atë që Bibla po thot, atë që ajo thot se ne gjykojmë njerëzit për gjëra të vogla që ata kanë dhe na acarojnë, kur vetë ne kemi probleme shumë më të mëdha. Por nëse djalli na mban të zënë duke parë se çfarë nuk shkon me të tjerët, do të jemi të verbër ndaj problemeve tona. Romakëve 2 thot, cili do të jesh ti që e gjykon je i pafalshëm, sepse në këtë që gjykon tjetrin, dënon vetveten, sepse ti që gjykon bën të njëjtat gjëra. Ha? Jo. E dini pse? Ne gjithmonë kemi një justifikim për veten. Por për të tjerët nuk ka justifikim. S'ka justifikim që ti sillesh kështu. Unë them ne i shohim të tjerët përmes lupës zmadhuese dhe veten tonë përmes syzeve të errta. E mbështes këtë me Mateun 7. Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Ose si mund t'i thuash vëllait tënd dale të teq lëmishten nga syri kur ke një tra në syrin tënd? O hipokrit! Hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga syri i vëllait tënd. Zemërimi dhe mosfalja janë të përfshirë në të gjitha këto gjëra. Pastaj, një nga problemet më të mëdha që ne kemi në botë sot është urrejtja. Urrejtja për çarjet janë edhe në kish, edhe midis denominacioneve. Sigurisht që janë edhe në botë, por ne nuk flasim për to, flasim për veten tonë. Mendoj se sa shumë njerëz janë aktualisht në këtë sallë sot, të cilët mund të thonë me një zemër të sinqertë se nuk ka asnjë person me të cilin janë të zemëruar tani apo të ofenduar. Forca tani sikur u bë të heshtur. Mendoj se duhet jemi në gjendje të shkojmë në shtrat çdo natë të themi Perëndi faleminderit që nuk jam i zemëruar me asnjë. Jeni shumë të heshtur. Jeni. Kjo është një çështje serioze. E dini pse? Sepse tek Efesianëve 4 na thuhet qartë dielli të mos perëndojë mbi natin tuaj. Dhe thuhet gjithashtu mos i jepni vend djallit. Kështu kur jemi të zemëruar, ne po hapim një derë për djallin. Mos flini të zemëruar. Forca, më kujtohen ato vite, e marr, kur shkoja në shtratet zemëruar me Devin. Po them, unë flija në cep të dyshekut, sepse unë nuk doja që ai të më prekte, nuk kam për ta prekur atë. Dhe pastaj, ai e merrte gjithë batanien dhe nuk kam për t'ja kërkuar batanien. Pastaj ngrija gjithë natën nga të ftohtit. Ai bënte një gjumë të mirë. Çfarë fitoja unë? Dhimbje koke, dhimbje stomaku? E lodhur ditën tjetër nga pagjumësia? Është marrëzi. Gjërat që bëjmë janë marrëzira. Kjo nuk e ndryshoi Devin, ai ishte përsëri njësoj. Vetëm se tani unë kam ndryshuar dhe këto gjëra nuk më shqetësojnë më. Forca, a mund t'ju përcjell juve këtë mesazh? Perëndis nuk i intereson të ndryshoj gjithë njerëzit që ju mendoni se ju bezdisin. Ai ju ka sjell këtu të ndryshoj ju, që kështu ata njerëz të mos ju bezdisin më. Perëndia nuk do të largojë të gjitha ato gjëra në botë që ju shqetësojnë ju. Por dëshiron që ju të arrini në pikën ku të mos ju shqetësojnë më. Forca. Pikërisht kjo është pjekuria frymërore.
Dhe e dini, gjatë kësaj kohe që ne jemi të gjithë këtu, le të mos prishim gjithçka e të jemi të dëshpëruar për gjëra për të cilat nuk mund të bëjmë asgjë. Jo, nuk më dëgjohat. Nuk mund ta ndryshoni burrin tuaj. Do të përpiqem, e po vazhdoni bëjeni dhe do t'ju shoh vitin tjetër e do t'ju them të njëjtën gjë. Forca, më kujtohet kur fëmijët e mi ishin të vegjël, nëse do t'jetoni në shtëpinë time. Sa nga ju e kanë mbajtur të fjalin para fëmijëve, nëse do t'jetoni në shtëpinë time, shtëpinë time. Mirë, ata jetuan në shtëpinë time dhe mendoj se ne I kemi ndihmuar, por unë kam fëmijë të mbar tani. Fakti që fëmijët tuaj nuk bëjnë çdo gjë siç e doni ju, nuk do të thotë se kur të rriten nuk do t'jenë qenie të denja njerëzore. Mësojini mirë dhe jepuni atyre pak hapësirë. Forca, me kë jeni të zemruar tani? Nuk jeni të justifikuar për këtë, pavarësisht se çfarë ju kanë bërë, më vjen keq, por është në Bibël. Pavarësisht se çfarë ju kanë bërë njerëzit, nuk jeni të justifikuar të mos I falni ata. Tani, mos u zemroni dhe me mua. Sepse ishte djalli ai që po punonte përmes tyre që në fillim, dhe vetmja mënyrë si mund t'ia ktheni djallit është t'i falni dhe të luteni për ta. Dhe për sa I përket gjykimit të njerëzve të tjerë, e vetmja mënyrë, e vetmja gjë që duhet të bëjmë kur shohim një tëmet tek dikush, është të lutemi për të, jo ta gjykojmë e kritikojmë atë. Sa nga ju mendojnë se po t'i kushtoni më shumë energji lutjes për këto gjëra, ato mund të bëhen më mirë. Mënyra e dytë, se si djalli përpiqet ju mashtroj. Ai do që ju t'jeni krenar dhe të mendoni. E shihni, mendoni përsëri, të mendoni se I dini të gjitha. Se ju dini më shumë se të tjerët. Sa nga ju zonjat kanë një burr që nuk e ka kur gabim. Mirë, nuk do të them asgjë tjetër se I imi është këtu. Dhe gjetja e gabimeve tek të tjerët është një fryt I krenarisë. Duhet të bëni kujdes të mos mendoni se jeni superior ndaj njerëzve të tjerë. Ndoshta keni vërtet dhunti të forta dhe talente dhe ndoshta jeni më të shpejtë se të tjerët ose mësoni më shpejt se të tjerët, por kjo ndodh vetëm sepse Perëndia ju a ka dhënë ato dhunti. Dhe ju nuk I zgjodhët vetë dhuntit. Dhe të tjerët nuk I zgjodhën vetë. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mendje dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua dhe më pëlqen vargu 7. Mos e mbaj veten të ditur në sytë e tu. S'dua t'ju ofendoj, por ju nuk jeni aq të zgjuar sa mendoni. Dhe e dini, ju mund të keni çdo lloj arsimi e të mos keni urtësi. Kam dashur të shkruaj një libër mbi fjalët e urta dhe nuk e kisha iden si mund të shkruaja mbi fjalët e urta, sepse aty flitet ndoshta për rreth 200 tema të ndryshme. Javën e kaluar mendova, e dini, thjesht do të ulem e do ta filloj. Është e mahnitshme. Shumë herë me Perëndin duhet të fusni një rënkëm në ujë dhe ai fillon të punojë. Mirë, tani jam në kapitullin 7. Por çështja është se është urtësia e tij. Frika nderuese dhe nderimi për Perëndin është fillimi I urtësisë. E po ku shkuan këto? Çfarë ndodhi me frikën e Zotit? A e dini se çfarë është frika e Zotit? Do të thotë se ju e kuptoni fuqinë e Perëndisë dhe se sa I fuqishëm është ai dhe se sa sovran është ai deri në atë pikë sa do të preferoni të mos bënit me asgjë që do ta ofendonte atë. Dëgjoni, kjo do t'ju pengoj të flisni për njerëzit e tjerë.
Kjo do t'ju pengoj të mbusheni me veten tuaj e t'jeni krenar, jo një frikë, kam frikë se Perëndia do të më lëndoj, por një frikë nderuese, unë e di se kush është Perëndia dhe çfarë mund të bëj ai. Unë e di se ai e ka seriozisht atë që thot. Ky është fillimi i urtësisë. Ne vërtet nuk mund të kemi as pak urtësi nëse nuk kemi frikën nderuese të Perëndisë. Dhe kush e mëson këtë? Kur keni dëgjuar për herë të fundit një predikim të mirë mbi frikën nderuese dhe nderimin e Perëndisë? Perëndia ju do, por duhet të dëgjoni dhe gjëra të tjera përveç faktit se ai ju do. Dhe hiri i tij është i mahnitshëm, por nuk është e vetmja gjë për të cilën flet Bibla. Zoti ynë është një zjarr që të konsumon. Ai është i mëshirshëm, por ai meriton të nderohet. Dhe meriton që ju të dini, thjesht po e them kështu, mos u ngatroni me mua. Juve mund të mos ju pëlqej mënyra si e thash, sepse të gjithë ne duam të mendojmë se Perëndia është vetëm i ëmbël, e shumë i mirë dhe shumë i butë. Por ai nuk do të aduroj ligësinë dhe të keqen dhe mëkatin dhe sjelljen hipokrite për shumë kohë. Dhe pastaj nga që ai na do të merret me ne. Jo që të na lëndoj, por nga që ai nuk do që ne të mbetemi po njësoj. E dini çfarë do t'ju them të vërtetën absolute? Unë do të kisha shumë frikë të ngjitesha këtu e të predikoja apo të isha e zemëruar me burrin tim. Ju thoni pse do të kishe frikë, sepse gjithçka që unë kam është vajosja ime. Unë nuk kam shumë gjëra, nuk këndoj, nuk i bie ndonjë instrumenti muzikor. Nëse predikimi nuk është i mirë, nuk mund të marr kitarën e t'ju këndoj një këngë. Dhe kështu, unë jam ngjitur në këto podiume me mira herë dhe kam parë mira e mira njerëz që kanë pritur që unë të them gjithmonë gjën e duhur. Unë erdha për një fjalë nga Perëndia, të gjithë duan të ta lënë mbarun ty. Dhe unë s'mund të ngjitem këtu lart, e zemëruar, e hidhur dhe mohuese dhe të shtirem. Nëse do të mbani vajosin e Perëndisë, duhet ta jetoni predikimin. Nuk mund të vini vetëm ngjitëset në makinë, ju duhet të jetoni si të krishterë dhe të jetoni kështu edhe kur askush nuk ju sheh. Sepse Perëndia sheh gjithçka. Edhe kjo bëhet e qartë tek fjalët e urta. Mos e mbaj veten të ditur në sytë e tu. Unë i them Perëndisë gjithmonë, nuk mund ta bëj këtë pa ty, unë nuk jam asgjë pa ty. Çdo sukses që unë kam në jetë është vetëm prej teje. Është e shëndetshme ti kujtoni vetes se nëse Perëndia nuk ju ndihmon, keni marrë fund. Pali ishte njëri shumë inteligjent, po them, sa diploma e grada mund të kishe në kohën e tij ai kishte. Dhe arsimimi është i mrekullueshëm, unë them bëni çdo shkollë, të gjitha nëse mundeni. Unë njoh disa njerëz që janë shumë të zgjuar dhe unë do të doja të isha aq e zgjuar. Por e dini, unë më mirë të kem urtësi e cila është faktikisht një sens praktik i shenjtëruar. Unë më mirë të kem një sens praktik se sa një sër gradash pas emrit tim. Unë kam një DFSH, diplom të frymës së shenjtë. Dhe do t'ishte mirë po t'i kisha dhe të tjerat, nuk pata mundësin, por jam mirënjohëse për njerëzit që e kanë, por edhe ata njerëz madje nuk janë aq të zgjuar sa mendojnë. Sepse Perëndia e bën këtë, kështu pali, brillanti pal, me të gjitha diplomat që mund të kishte pasur. A i thot tek 1 Korintasve 2:2, sepse vendosa që të mos di gjë tjetër ndër ju,
veç Jezu Krishtit edhe atë të kryqëzuar. Shumë interesante. Kështu në çfarë zbulese kishte arritur Pali? Unë kam gjithë këto gjëra, por ç'të mirë më sjellin ato pa Jezusin. Numër 3, djalli do që ne të mendojmë, thoni të gjithë mendojmë. Se Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve tona. Që ne as të mos lutemi, as të mos ngulmojmë në lutje. Sepse lutja është ndoshta gjëja më e rrezikshme për djallin. Kur një njeri i drejt lutet, një fuqi e jashtëzakonshme është në dispozicionin e tij. Dhe unë them, nuk e di pse, por vetëm në 2 vitet e fundit jam thelluar gjithmonë më shumë në vëmendjen që u kushtoj lutjeve dhe vazhdimisht maknitem nga gjërat që Perëndia bën për ne nëse ja kërkojmë atij. Dhe shumica e gjërave për të cilat po flas nuk janë gjëra të mëdha, janë gjëra të vogla, por gjëra që kanë domethënie për mua, gjëra që më nxisin të di se Perëndia kujdeset për mua dhe se ai punon në jetën time. Mateu 7 na thotë, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet. Duhet të këmbëngulni, unë do ta mbyll gojën Perëndit derisa të shoh një mrekulli. Perëndisi pëlqen kjo, atij pëlqen ky lloj ngulmimi. Kjo do të thotë jemi të pasjellshëm por të ngulmojmë. Lutuni për çdo gjë që ju vjen. Thjesht lutuni. Sot po bëhesha gati të dilja nga dera. Dhe asistentja ime më tha, i ke marrë lente dhe unë thash, po dilja pikërisht në atë minutë që duhet të dilja për të qenë këtu në kohë dhe duhet të kthehesha e të vija lentet. Gjëja e parë që thash ishte, Zot, kam nevojë për ty. Kam nevojë që sot të më ndihmosh t'i vë lentet me përpjekjen e parë. Dhe ai e bëri, ai më ndihmoi. Në këto kohë duhet të themi faleminderit. Forca, lutuni për çdo gjë. Nuk ka përse të bini përmbys apo të uleni në gjunjë apo të hyni në dollap apo në errësirë po them është mirë të keni këto kohë të ndarveshmas me Perëndin. Unë e bëj çdo mëngjes, por lutuni edhe për gjatë ditës dhe mos e lejoni djallin t'ju gënjejë, t'ju thotë se Perëndia nuk i dëgjon lutjet tuaja. Ju thoni po, por gjërat që unë kam bërë gabim, përse do të më dëgjoj Perëndia mua, sepse ju nuk shkoni në emrin tuaj, por në emrin e Jezusit. Bibla e amplifikuar thotë se kur shkojmë në emrin e Jezusit, po i paraqitemi Perëndis me gjithçka që Jezusi është. A nuk ju pëlqen kjo? Unë të kërkoj të bësh këtë për mua në emrin e Jezusit, jo sepse unë e meritoj, por sepse ai e meriton. Mirë, unë ju inkurajoj të kujtoni se ne duhet jemi vigjilent ndaj mashtrimit të armikut në jetën tonë. Le të lutemi për gjatë gjithë ditës dhe t'i kërkojmë Perëndis të na zbulojë gënjeshtrat që ne mund të besojmë.